Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Një grup protestuesi shrrethuan kuvendin sot për të sulmuar deputetët nga të gjitha rrugkalimet e tyre për në seancën plenare. Protestuesit qelluan me vezë makinat e deputetëve, por sulmuan edhe policinë me gurr. Një grup arritën të deportojnë brenda perimetrit të kuvendit, ndërsa policia u përgjigj me 23 shoqërime për të garantuar sigurinë e deputetëve në mbyllje të seancës. Policia shpërndau turmën me ujë dhe gaz dotcjellës dhe bëri disa shoqërime të tjera pasi situata precipitoi në akte dhune, 7 efektiv dhe 4 protestues të lënduar. Që herët në mëngjes, pa shkuar ora 9, kuvendi i Shqipërisë u blindua nga forca të policisë. Efektiv të shumtë, autobot me ujë dhe kordon sigurie me gardë rrethuan gjithë perimetrin e kuvendit. Organizatorët e protestave prej një muaji para kryeministrisë kishin njoftuar më herët se këtë të njëjtën në orën 10 të mëngjesit, në orën kur niste seanca plenare, do të mbanin një tubim. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për protestën e zhvilluar para kuvendit dhe tensionet që janë shtrirë në disa zona të Tiranës. Në një postim në rrjetin social X, Rama u shpreh se protesta qytetare është ndruar në një skenë konflikti dhe dhune, duke kritikuar ashpër organizatorët e saj. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi pas daljes nga kuvendi se mazhoranca pa kontratë me popullin shqiptar dhe nuk do të tërhiqet përballë protestave. Balla i cilësoi ato si të organizuara nga grupe mbeturinash sociale dhe politike, ndërsa theksoi se kuvendi duhet të vijojë punën për miratimin e ligjeve që lidhen me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Partia Demokratike ka dënuar përplasjet gjatë protestës para kuvendit duke akuzuar policinë për përdorim të tepruar të forcës ndaj protestuesve. Në një reagim, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi lirimin e të ndaluarve dhe u bëri thirrje qytetarëve të mbështesin protestat, ndërsa dënoi dhunën e ushtruar gjatë ndërhyrjes së policisë. Mazhoranca miratoi me 72 vota pro ndryshimet në ligjin për shish gjatë një seance plenare ku opozita nuk mori pjesë. Në të njëjtën seancë janë votuar edhe disa ndryshime në ligjin për administratën shtetërore, si dhe projekt rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë së komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi për vitin 2025. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. SPAK ka mbyllur hetimet për një prej fraksioneve të dosjes së inceneratorit të Tiranës duke dërguar për gjykim 10 të pandehur. Sipas prokurorisë së posaçme, ata akuzohen për mashtrim, pastrim parash dhe veprimtari në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal, ndërsa dëmi dyshuar nga abuzimet arrin rreth 30 milion euro. Hetimet për pjesën tjetër të dosjes vijojnë. Gjykata la në burg Nikola Golin dhe David Priftin të dyshuar për plagosjen me armëzjarrit Brian Syzos në Pogradec. Arrestimi i tyre u vlerësua i ligjshëm, ndërsa në kërkim janë shpallur edhe 2 persona të tjerë të dyshuar si bashkëpunëtor në ngjarje. Këshilli i lartë i prokurorisë ka hapur garën për postin e prokurorit të përgjithshëm pasi mandati Orsian Çelës mbaron së shpejti. KLP-ja ka vendosur gjithashtu një afat deri në 30 ditë ndaj kandidatëve për të dorëzuar dokumentat dhe aplikimet për këtë garë dhe për të fituar postin e lartë të kryeprokurorit. 3 persona kanë mbetur të plagosur pas të shtënave me armëzjarrin në qendër të Podujevës. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:30, ndërsa të plagosurit janë dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës për trajtim mjekësor. Hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes janë në vijim. Top Albania Radio. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë afat deri më 15 korrik për t'i dorëzuar Komisionit Evropian raportet mbi zbatimin e reformave në kuadër të planit të rritjes. Komisioni do të vlerësoj progresin dhe do të vendosë për disbursimin e fondeve, të cilat jepen vetëm pas përmbushjes së reformave. Shqipëria renditet mes vendeve me ecurinë më të mirë, ndërsa Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina rrezikojnë të humbasin fonde për shkak të vonesave. Lajme nga bota. Katari, negociator, tha se raundi i fundit i negociatave me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranin që u zhvilluan të ndara në Doha shënoi përparim. Diskutimet u përqendruan tek Hormuzi dhe liria e lundrimit, ndërsa çështja e programit bërthamor të Iranit do të diskutohet më vonë. Trump thotë se me Iranin tani po kuptohen mirë, ndërsa një raund tjetër negociatash pritet të zhvillohet pas funerarit të liderit të vrarë suprem të Iranit Ali Khamenei në 4 korrik.
Venezuela ka shpallur 7 ditë zije kombëtare pas tormenteve shkatërruese të 24 qershorit, ku numri i viktimave ka arritur në 2295, ndërsa mbi 11.000 persona janë plagosur. Operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë mes vështirësive të shkaktuara nga rreshjet e shiut, ndërsa autoritetet paralajmërojnë për rrezik të përhapjes së sëmundjeve. Parashikimi i motit. Sot moti do të jetë kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të herpashershme, pas ditë priten rreshje të dobta shiu në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat malore të lindjes dhe juglindjes priten shtrëngata afatshkurtra me shkarkesë elektrike. Pasditja sjell ndërprerjen e rreshjeve dhe kthjellime. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ervin Nikolla. Unë jam Eriselda Doko. Kjo është Top Albania Radio.